Pse duart plaken më shpejt? Lëkura e duarve është shpesh e neglizhuar, por është një tregues i rëndësishëm i moshës sonë. Njollat e moshës shfaqen për shkak të ekspozimit në diell, prandaj mbrojini duart si fytyrën tuaj. Aplikoni krem mbrojtës me faktor mbi 30 për të parandaluar njollat. Nëse lëkura juaj fillon të rrudhet, përdorni kremëra me retinoid për të nxitur kolagjenin. Lëkura e plasaritur kërkon trajtime të thella. Filloni me heqjen e qelizave të vdekura. Përdorni kremëra hidratues me glicerin dhe vajra bimor për të rikthyer hidratimin. Mos harroni të mbani doreza pambuku pas aplikimit për një hidratim të plotë. Qëngjyrosja e thonjve mund të tregojë probleme shëndetësore, prandaj kujdesuni për të përdorni lëng limoni për të rikthyer ngjyrën natyrale të thonjve tuaj. Thonjtë dhe brish. Merrni vitaminë B për t'i forcuar ato. Zgjidhni manikyrin e duhur për të theksuar bukurinë e duarve tuaja. Ngjyrat klasike si e kuqja e bëjnë dorën të duket më tërheqëse.